Së bashku sonte këtu në ekranin e televizionit Ora News me shkrimtarin Preç Zogaj. Preç, mirë se vjen në drejtë. Mirë se gjeta, faleminderit shumë për ftesën. Nuk e di se sa ja kisha qelluar në portretin që ndoqëm për të kapur thelbin e asaj që është në fakt jo vetëm krijimtaria jote, por i gjithë angazhimi jot intelektual, qytetar, ku shkrimtari është i pandar nga e gjithë kjo fushë e veprimit tënd. Teleshikuesit që na ndjekin besoj se e kanë dëgjuar, edhe unë e dëgjova si teleshikues, pavarësisht se flitej për mua, edhe nuk ngelet ndonjë gjë për të thënë, më mas asaj që ke shkruar qoftë për profilin tim si poet, qoftë edhe për angazhimet e mia politike. Jam i mbuluar me lëvdata që me vend përpara një përgjegjësie, nuk dua të bëj modestin që them ai meritoi apo jo, se ju i keni formuluar vetë ato vlerësime, ato fraza lakonike, dhe sigurisht që nuk mund vend, as pak nuk mund gjykoj një mik që flet për mua. Por është ndoshta portreti më lakonik që më është bërë me sa kam lexuar. Ndër ato që janë shkruar për mua. Në gjithë krijimtarinë tënde, në që më rëndon, të thënë vërtetën, sepse në kuptimin pozitiv fjalës, se më ngarkon me një ndjesi që ka të bëjë me një raport modest që kam unë me gjërat që bëj, që shkruaj. Kjo nuk është gjykim për juve, por është përjetimi im ndaj lavdrimeve. Preç, në të gjithë poezitë që ke shkruar, në të gjithë veprën tënde, edhe në prozë, në të gjithë titujt e mundshëm, përse zgjodhe në çdo pasqyrë na sheh mëkati? Për të simbolizuar dhe për të sjellë në vëmendjen e lexuesve përmbledhjen e poezisë tënde të 4 dekadave. Titulli i kësaj përmbledhje është marrë nga një poezi, fakt. Dhe ajo është një poezi lirike dashurie, dhe në kuptimin e drejt për drejt të asaj që përcjell titulli, lidhet me një poezi lirike dashurie. Gëzim Basha, i cili është edhe autori një parathënie të jashtëzakonshme që shoqëron këtë përmbledhje 40 vjeçare, i cili është edhe profesor letërsie në Universitetin e Wisconsin, SBA, ndoshta është nga të vetmi që jep mësim në një universitet për letërsinë, se për degët e tjera ka shqiptarë të tjerë. Ai e sugjeroi si titull. Është dhe një studiues në fakt i një niveli ekselent në mënyrën se si ishe jo thjesht veprën dhe një autor, por dukurit letrare, tendencat e zhvillimit letërsisë. Është ekspert i nivelit lartë, sepse ka jep mësim në një universitet për letërsinë, SBA. Mësim mund t'japësh, Preç, se për shembull, njoh unë disa pedagogë që japin mësim dhe në universitet, këtu në fakultetin e filologjisë. Por që kur vjen puna tek dimensioni publik, intelektual i tyre, në rastin më të mirë nuk ke se çfarë të lexosh, se nëse do të lexosh, pastaj do të kuptosh një mjerim të madh intelektual, por kjo është një temë tjetër. Jam dakord që gëzimi është një studius ekselent, shumë i kulturuar. Dhe pak këto nuk e merrni në universitet, se këtu i marrin pak këto, këtë doja të thosh. Tek ne i marrin pak këto, atje, që më thënë, hyrja në universitet e një shqiptari, nuk mund të imagjinohet pa qenë ekselent. Nëse se shkova gjatë